Ke pa i pasuri nuk blen shumë, po kur të blen gjanat shtrejta. Merë veç ato që a i donë mi pas. Kjo është shembull i njerëzve. Për emrave të Allahut Azza wa Jall është El Ghani, i gjithë pasuri. Këto po ta them për me të kallëzu që Allahu Azza wa Jall nuk pranon çka don ti. Pranon Allahu Azza wa Jall ato që Allahu Azza wa Jall e don. Por që ta ka thonë Muhamedi alayhi salam, punë të më dashura të Allahu subhanahu wa ta'ala, te El Ghani, i gjithë pasuri, janë punë që Allahu t'i ka bë obligim, jo shumë, po i ka bë obligim. Për shembull, as-salah, namazi, shumë 5 vaktet mi falë, wallahu alem atë marrin një sahat plot ajo. Wallahu alem. Kjo nuk është shumë. Haxhi një herë në jetë, shumë? Jo, ama e ka përzgjedhur Allahu Azza wa Jall, ato e don. Kështu që kur dësh me bani vepër për Allahun, zgjedhë gjithmonë ato vepra që Allahu i ka bë obligim, ose që Rasuli tina na ka kallëzuar që janë të mira. E mos provo me shpik me kryt tan vepra për Allahun. Elusum Allahun Azza wa Jall me na ndihmu.